Ata janë partë. Ata janë partë, i takon të parit. Dhe këtu duhet ta themi të qartë. Përgjegjësia politike e VV-s ka qenë që ta krijon një klimë të bashkëpunimit, të dialogut, nëse si kanë pas numrat, se si duan ta zgjidhen këtë krizë politike. Por të gjithë dhe mbi gjitha VV-ja ka llogarit me atë se çfarë ndodh në prillin e vitit të ardhshëm kur zgjidhet presidenti, për cilën po ashtu ne nuk e kem të dët votat nevojshme. Prandaj ne jemi ka sillmi në rreth dhe jemi në një kohë më të rrezikshme dhe natyrisht nuk ka vëmendje ndërkombëtare ndaj Kosovës, po me këtë sjellje po tregojmë që nuk kemi kapacitet politik, as intelektual, as moral për të shërbyer këtij vendit se si do duhet të shërbejmë. Unë për një vetën të tërpnuar ku po hina sallë për herën e 35, 6, 7 dhe pyes vetën tham ku jam. Mirë se jemi keq me minutat në dispozicion. Farë në fund, pa Memli Krasniqi sërish kryetar i Partisë Demokratike dhe një mandat, pse nuk rivalizohet, pse nuk kundërkandiduat? Është gjatja e mandatit të kryetarit. Nuk është proces kështu i plot zgjedhor. Është gjatja e mandatit të kryetarit, do të ketë zgjedhje mas zgjedhjeve lokale, dhe madje mund të hapen krejt në letrat kush ka ambicie që të garon. Unë mendoj që demokracia ka nevojë që të ketë ballafaqim të personaliteteve, të ideve, të koncepteve. Jam i tharë i asaj që të ketë garë, që të ketë demokraci të brendshme, por ne jemi duke hyrë në zgjedhjet lokale dhe vendimi i Këshillit Drejtues dhe i konventës është që më mirë të jemi unik sa i takon zgjedhjeve lokale, me që kem pas kryetar komunash që kanë bërë një punë brillante dhe është me rëndësi që ta kem edhe Mitrovicën, edhe Frizarin, edhe Prizrenin, edhe Drenasin, edhe Skënderaj, edhe Vushtrinë, edhe Kaçanikun, edhe Hanën e Lezit, që edhe mëtutjet të qeverisën prej PDK-s që të fitojmë komuna të reja, se sa të ketë një, si më thonë, nuk mund të ketë garë të mbrendshme kur jenë garë të jashtme. Tash është koha garës jashtme, kur është koha garës mbrendshme, ka garë të mbrendshme. Çau Prisni. A do të jenë zgjedhjet lokale ato që do ta shpëtojnë PDK-n nga drenicalizimi, si ta quajmë kështu, sepse një prej leximeve tona, përveç rezultatit të mirë në fakt, që mori në të mirë, të kënaqshëm në analizën tonë që mori në zgjedhjet nacionale, dhe rezultatit shumë të mirë që mori në zgjedhjet lokale të kaluara. Një prej gjërave që kemi lexuar ne është një lloj koncentrimi i grupit të deputetëve në Kadrenica. A do të jenë zgjedhjet lokale kundërpërgjigje që do ta ndalin këtë trendin, të themi, shqetësues brenda PDK-s? Mendoj që lista për kandidat për deputet ka qenë jashtëzakonisht e mirë dhe ka pas njerëz cilët me shumë dëshirë kisha parë në Kuvend Kosovës. Me shumë dëshirë kisha pa duke dhe kontribut në fushat të caktuar, po kështu kanë vendosur dhe kanë votuar qytetarët, kolegët cilët janë zgjedhur janë ekip brillant si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk e shoh shumë këtë çështjen, si më thonë, të rajonit, për atë është fati i madh që ne jemi një zonë zgjedhore, dhe unë jam krenar që një kontribut vogël e kam si dikush i cili ka qenë Atisarin, në faktin që jemi një zonë e përbashkët zgjedhore, se në atë kohë kemi insistuar si ekip që kemi përfaqësuar Kosovën në procesin Atisarit që qetë një zonë zgjedhore, që pikërisht mund mos të më shohin vetëm si deputeti Suarejkës apo i rrethinës së Prizrenit apo i Prizrenit, se nuk jam i tillë, jam i gjithë Kosovës, një veten mirë si në Skënderaj, po aq edhe në Suarejk. Por çka unë mendoj që ka nevojë Partia Demokratike e Kosovës, çka ka nevojë Kosova për që të ketë një forcë politike është kjo. Ne ta kem një ekip politik e cilin këtë kohë din me dhanë kuptim kohës edhe hapësirës mbi gjitha në politikë të jashtme. Nuk ka ben kohë e cila është më e rëndësishme se sa të kesh njerëz që din ta mbështesin vendin në temat të politikës jashtme. Së dyti,
nuk